Si një taku një person për herë të parë, nëse është mund t'jetë shok i ri, domethënë njëri i ri, mund t'jetë njëri i lagjes, mund t'jetë njëri mund t'jetë kushani joti, se ke jetu, se nga që ke qenë gorbet, edhe se ke njoftë dhe njoftë tash çka karakterit ka ndërtu. Nëse vjen edhe thot, shiko pak unë kam mirë me ton. Domethënë pas mirë me ton është më dakord me ton. Edhe kur bie dakord me ton, i bie që ti s'ke opinion tonin, domethënë deri bie që më dakord edhe me ata që vjen, edhe me ata që rreth, edhe me ata që vret, edhe me ata që ban gjona si janë të mira. Domethënë i bie që me pas me ti vetë personalisht mos me pas karakter tonin. Mos e pas një karakter të ndërtuar. Edhe këto janë njerëz të rrezikshëm, këto janë njerëz që janë të mirë të tjerëve, domethënë janë universal, domethënë hapen, just po janë e marrin si shembull të mirë me çan universal, me çan disponueshëm për tona sajnë, të din. Edhe këto s'kan karakter vet, këto e kanë jetën vet mizere, e kanë jetën vet për faqe të zezë, edhe kështu tash këto gjasa ma unë jam mirë. Kjo është gabim, kjo është ekstrem gabim, po s'pote karakter po s'pote rregull dhe po s'pote standardet e tuaja dhe limitet e tuaja si njeri, si mashkull. Edhe femën me qanë, domethënë nuk ka vlerë, s'ke vlerë s'merr kush seriozisht. Edhe kjo është diçka që ka rinia sotshme thotë unë kam mirë me tonë, unë më pas mirë me tonë edhe kanë frikë me treguar realitetin, edhe kanë frikë me dal publik ose edhe në publik edhe me praktikuar jetën e përditshme. Me treguar se shiko pak unë jam ky, duhem respektu këto sajne, nuk të respektoj të shtëpia jote, të gjanat e tuaja, edhe është gjë pozitive kjo. Për një shoqëri për me funksionu kjo është diçka shumë pozitive. Me tregu, me pas njerëz që tregojnë gjëra që ju pëlqejnë, gjëra që ju pëlqejnë. Se edhe ti ke kujdes mbrapa te tjetri. Shiko pak se ky nuk doron këtu edhe kujdesesh edhe rritet ajo shoqëria bëhet më e bukur. Edhe gjithçka funksionon më mirë. Kështu që njerëzit që thonë unë e kam mirë me ton këto hiqni qafet sa më shpejt jetë mund rriqni qafet mos më bëni afër.